Hej, sot do të bëjmë së bashku procedurën e derma roller. Po, atë me mini qylpëra të vogla. Dhe nëse më shikoni më vonë të kuqe si domate, ju lutem anashkalojeni sepse është pjesë e procesit. Nëse edhe ti ke dashur ta provosh si procedurë, po s'ke ditur si, atëherë të ftoj të shohësh videon deri në fund. Para se të filloni me procedurën, është shumë e rëndësishme që lëkura juaj të jetë e pastër edhe derma roller të jetë i dezinfektuar. Unë kisha vendosur në një gotë me dezinfektant për disa minuta. Përdorimi i një serumi në këtë rast nuk kam zgjedhur ampulat me acid hialuronik para dhe pas procedurës, ndihmojnë në rigjenerimin dhe qetësimin e lëkurës tuaj. Prandaj do ua sugjeroj ati përdorni. Marrim zonat të vogla të lëkurës e kalojmë derma rollerin 6 deri në 8 herë në të njëjtën zonë në lëvizje horizontale dhe vertikale si do e shikoni në video. Ka derma roller të ndryshëm. Unë aktualisht kam gjetur rahat me këtë këtu që ka 192 gjilpëra të vërteta me madhësi 0.5 mm. Ju mund të bërni kërkimet tuaja për të vendosur për më të mirin. Si thash edhe në fillim të videos, pas përdorimit të derma roller mund të vini re një skuqje të lehtë në fytyrë. Kjo është normale, por e rëndësishme është që skuqja të largohet brenda disa orëve. Si procedurë nuk është e dhimbshme, jem vetëm disa pickime të lehta në lëkurë, të cilat janë të tolerueshme. Nëse keni akne aktive, nëse fytyra juaj është e irrituar, keni infeksion në lëkurë apo dëmtime lëkurës së fytyrës, atëherë ju lutem mos e përdorni derma roller. Ose pyesni mjekën tuaj dermatologe para se të përdorni derma roller. Si po e shihni edhe në video, aplikojmë në zona të vogla të fytyrës. Në lëvizje horizontale dhe vertikale mjaftojnë 6 deri në 8 lëvizje në të njëjtin vend. Edhe në këtë mënyrë vazhdojmë në të gjithë fytyrën. Lëvizjet duhet të jenë të lehta, pa ushtruar presion, në mënyrë që të mos shkaktojnë irritim në lëkurë. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë edhe në zonën e ballit. Ndoshta kjo është pak zona më e ndjeshme se të tjera, të paktën për mua. Dhe ja ku kemi një domate të skuqur në përfundim të procedurës. Pasi kemi aplikuar derma rollerin, në fund të procedurës unë aplikoj sërish ampulën me acid hialuronik për një qetësim të lëkurës dhe për hidratim më të mirë. Në të njëjtën mënyrë kam aplikuar derma roller edhe në zonën e qafës dhe dekoltes, por ndoshta ju mund edhe të mos e bëni. Pas procedurës është e rëndësishme që derma roller të dezinfektohet sërish. Lëkura duke qenë në aplikimin e parë më e ndryshme, por efekti i vërtetë do të duket pas disa ditësh. Nëse doni më shumë video skincare, lini një zemër në komente, mos harro të bësh follow për një update pas 7 ditësh.